Jaki, do thoshin në angli. Rogert? Jaki, rrallë parë nuk janë gjanat bukra për të palë nga ana jeme, sepse mirë në fakt që Selin mendon që nuk ka ndryshu, mirë i ka ndryshu, sepse mirë i mori mu anash me që nulli aty të espresë, anë tha, Rogerta, herës tjetër ta, kur e shef se është një femër, ta lëshoj rrugë, e mendova, edhe thash me vete, po, as bëhet laf bërë gabim, pavarësisht se ishte rralla ime për ta bë kafen që do të Juela, unë do të me thamë, po me motër, vazhdo, bëje kafen, presun. Po ka herë, në atë moment nuk menova ashtu dhe nejta vetëm mbrojtje. Tani, dhuna Selinës vjen për një shkak shumë xheloziet në lojë, më shumë se sa për llafet që unë mund t'i kem thënë asaj. As bëhet llaf që unë e kam provoku, unë e kam provoku në fakt me dashje kur unë atë ditë kur pash klipin që Selin shkoj të dhoma rrëfimit, se në fakt doja me e ditë se sa vite kishte papa baben, e mu sulmu këtu. Unë kam i diçka në lojë që, kur e shoh që unë bëj një pyetje pa të keq dhe ato preken, unë tani du me që dherë në fund. Ajo gjau pa që nolli disa herë, që unë s'kam nalë. Edhe në qovë se ajo mua me përmen familjen, me përmen grunë, me përmen djalin, kam për detyrën për me përmen sa herë. Roger, po ti pse ja përmend babajin Selinës? Po jo pra sepse ti mund të përdorosh dhe të përmendësh familjen e Selinit, ndërsa ajo do të përmendi ty. Sa ko ke papa baben edhe ty s'duhet asnjë gjë. Ç'do duhet ty? Sepse kjo më ka thënë mua se unë jam baba. Ç'do duhet ty? Unë jam baba jo i denj me fjalë më të pastra që po i përdor në televizor. Po pse ti normal të duket ajo që e fton atë për kafe në hotel? Jo, pritarisi ishte kjo histori. Prit pra si ishte kjo histori, ta shpjegoj. Atëherë, unë kam për detyrë. Ti mund taftoje Selin për kafe aty, ke lori kafe, ke banaku. Ose dhe kur dini jashtë në një kafe, për çfarë provokon? Unë mund taftoj edhe për degustim veret, o Monika, po përdora në atë moment, mu merdi kafe në një hotel. Ti nuk mund t'i përdorësh fjalën hotel Selinës aty. Sepse është shumë e rëndë edhe për ty, e para dhe e dyta, edhe të bësh rolin e viktimës. Për një qese patatine që tranë në supë. Viktimës ajo të regoj dhunë, o Monika, më ka jelë klip, po më ka jelë klip, po më ka ra, po më ka jelë bateri, po gjithë më ka po. Unë të kuptoj që ti do të ysh në lojë, por mendoj që mënyra dhe gjua e jote konsistente me Selinën është e tepruar dhe egzageruar dhe kalon çdo lloj limiti moral. Pra është okej që unë i kam bërë ato gjëra, po jo okej për Selinën. Jo, ti nuk mund vish me thashethemet e botës jashtë dhe të vendosësh dhe të vendosësh. Kujt thashetheme, o Monika? Për çfarë i përmend babain Selinën? Unë e pyeta babain për babain e Selinës këtu. Sa vite ka? Po ti se ke pyet si i ka me shnet tjerë, po e pyes ke ti. Ti nuk i ke pyet si i ka me shnet. Po për çfarë pyeta unë këtu para 2-3 prajmesh përpara? Jo, më Rogerti, jo. Jo, se është e tepruar dhe egzageruar. Jo, është e egzageruar. Është e egzageruar. Përmeni mu djalin. Si? Po i përmend ti përpara babait asaj. Jo mi motër, jo, sepse ka kemi histori e gjatë kjo, që ma ka përmend mu djalin, dhe i ka përmend Gimbos, edhe që ishte. Ti mund të kesh shumë gjëra të tuat, por mënyrën se si ti ke qenë konsistent kundër Selinës, duke e vendosur në pozita të vështira, një vajzë për pozitas moj, kam ardhi kam thënë që në këtë lojë jam si vllai jot, mos me baken si vllai jot dhe ti thua hajde të jap kafe në hotel? Si kafe në hotel? Si vllai jot dhe hajde do të pi kafe në hotel, Monika? Po jo, kalon shumë i krachun dhe se kam 30 herë grus që t'jena të pastër. Ska gjë sepse ti i hedhi insinuatat në televizion Aptas. I hedhi insinuatat në televizion Aptas. Insinuatat? Po ti marrin kjo për provokim a puna saj? Jo. Flas në për Selinës, unë flas në emrin tim. O Monika, a ke piti në e kafe në hotel po të pysun ty? Si? Kafe në hotel, e ke piti me Po se ka të bunjëri sa burros, me ato që e kam pirë. Unë në hotel shkoj të flej, kafe në pi në kafe. Kafe në hotel ti? Jo, unë kafe në pi në kafe. E mora përgjigjen, unë kafe në pi në kafe. Pa problem, se ti se e panore, e në regull, s'po të pys ma pytje. Lidiona mundë? Mirë. Ja, një moment se duhet të kenë dhe pak ndërhyrje në ardhje. Duhet me i thonë gjitha, do me thonë, mbi dakord me Monikën, për pjesën e hotelit, për atë mënyrën e shpesht të sjelljes së Rogerit ndaj Selinës, ama duhet me thonë edhe që për herë të parë, mbas shumë ditësh brenda shtëpisë, Selin ka humbur qetësinë. Dhe as Selin nuk lejohet as të hedhë gjëra Rogertit, as ta kërcënoj që unë kam këtë, unë kam atë, se duhet me i nda, domethënë, gjërat të drejta. Unë mendoj se edhe sjellja e Selin ka qenë e tepërt në këtë marrëdhënie gjatë këtyre ditëve.
Në krahasim me atë të Rogertit? Nuk jam dakord. Oledion, a mund të jap dhoni një atëherë, si fillim mirë, I kërkoj ndjes publikut edhe Rogertit, po më shumë publikut për një version timin që e ka parë në Eskalim dhe Sipër. Ajo gjithë çfarë pam tani nuk ishin vetëm 24 orë, por ka qenë që nga prajmi që ne patëm përballjen tonë me njëri tjetrin, dhe deri në atë moment është momenti im, ti tani do më dëgjosh mua. Që Rogerti vjen çdo mëngjes te shtrati im dhe këtu kush ka qenë prezent e konfirmon dhe më zgjon në një formë. Po duhet me ndru bateritë me vllajt. Pusho se po flason. Nuk më zgjon që Selin çollë ndro bateritë, po fillon. Selin fal për fjalorin Palloshja. Selin që vjen era djath. Ti që je ma ore nisem Oledion fal jam flas. Oledion fal jam flas. Duke dhënë epitete nga më të ndryshme që tani as nuk mundem të ti riprodhoj në këtë moment dhe tek mëngjesi që pam në klip vjen Rogerti dhe përveç fakti që po ulëriste sa kishte në kokë më thot jo, kishte ndodhur një natë më përpara, më thot ty të ka abuzuar shoqëria, ti nuk ke figurë babai në jetën tënde dhe prandaj ti ke ardhur në Big Brother për zhvillim personal. Hajde të tregoj sa burr jam, pim kafe në hotel. Të pish kafe në hotel ndoshta për njëri që jeton në Londër, nuk e ka problem, por ama të thuash një vajzë këtu në Tiranë, në Shqipëri, që hajde të tregoj unë ty sa burr jam duke pirë një kafe në hotel, në kuptimin ja dim gjithë. Kështu që për pjesën e time unë patjetër që mbaj përgjegjësi, kërkoj falje. Po ti pse vjen dyshim burrnin teme sa burr jam unë? Çfarë më vjen? Ajo nuk është fare vërtet, ajo që ndodhur më përpara me Greta dhe tha unë thash hajde të tregoj sa burr jam. Edhe tash ti tregoj sa burr jam, hajde ta mbaj lejen. Çfarë jam unë edhe më shumë e shokuar është reagimi I burrave të tjerë të kësaj shtëpie, duke filluar nga Tani që është 54 vjeç edhe bëri se mirë, duke vazhduar te Miri që Miri nuk reagoi në moment, po pas ka kap Rogerti nga mbrapa dhe pas ka thënë Rogerti lerën Selini dhe hapi rrugë. Aty në një moment që ti shikon dy persona që nuk po bëjnë një debat normal, po janë në të agravuar, normalisht çohet për respekt, edhe Livia që erdhi dhe pa një vajzë, një burr përpara një vajzë, donte të bënte një herë kafen, pastaj të mbaronte kafen e Benedikta. Dhe një sekondë se s'ka mbaruar, dhe sa për pjesën e kërcënimeve për njerëzit jashtë, Rogerti, jo më larg se sot, dëshiron të më prezantoj mua Izon e 82 që ka kushuri dhe tha Izo, kur të dalim jashtë, do të prezantoj unë të Selinin. O Izo, nuk ka lidhje me 82-shin, moj. Që unë ty... Izo, është prej marxizmave. Unë ty... As ka lidhje. Kjo është provokimi e ndaj se ti si e soja. Unë I kam thënë që edhe unë, edhe Selini, një sekundë. Izo, s'ka lidhje me 82-shin. Unë I kam thënë, ndoshta nuk është mënyra korrekte për t'ju drejtuar, nuk është mënyra korrekte për t'ju drejtuar, por unë I kam thënë që Selini ka njerëz jashtë, sepse Rogerti insinuante her pas here që në jetën time nuk ka figurë maskullore. Oledion thotë, a mund ta marrësh mendimin tim deri në fund? Jo, Selin e kuptoj, po e gjithë Rogert, një sekond. Ishte për arsye sepse e gjithë kjo, që nga klipi, gjithë gjërat që keni thënë, edhe ky diskutimi I fundit, e di çfarë shije të keqe të lë. Oledion, unë e di shumë mirë çfarë shije të lë. Po më besoj që Rogerti është formë torture. Të besoj. Rogerti është formë torture, sidomos përpara një vajze dhe këtu nuk reagon asnjë është edhe më e tmeshme. Të besoj. Ajo që bën Rogerti, ulën diplomacimaj. Ajo që bën Rogerti, ulën tavolinë diplomacimaj. Nuk duhet të ekzistojë. Është skandaloze. Duhet ulesh në tavolinë me folur. Bravo, sa herë do të bëjmë një seçim. Selin, Rogerti është aty. Ulëm në tavolinë, diplomaci kam thënë. E di si shpanget Rogerti? Jo. Duke mos e ignorim total. Ignorim. A doni ta vlerësoni? Juve Rogertin vetëm e vlerësoni duke I dhënë çdo përgjigje. Ke shumë të drejtë. Mos fol ti se ti tani po I bën termenati. Ai jo më larg se para 10 minutash e pyete si e ke marrëdhënie me djalin, se Selin më përmendi ky është obses me mua, se s'ka një shpjegim tjetër. Ky është obses. Do sa do ti ta njërosh u çoj. Që s'ka do të dua ta ignoroj, vjen një pikë që është pa mundur ta ignoroj. Me këto bazë të ka fiksim Mirin. Atëre dua të them diçka. Kur kemi qenë bashkë në lojë se u bë tani kur ishim, do themi kur ishim,
gjithmonë Selinit i kam thënë, dhe ka qenë provokimi dhe agresioni i Rogertit ka qenë edhe më i ashpër se sa në këtë moment. Nuk do thoje. Po, ka qenë. Dhe i kam thënë, një sekond, i kam thënë gjithkohës, mos reago, mos eskalo, ignoroje. Dhe ky është ndryshimi i lojës që po bën tani Selin. Kur është kuptohet kur semi bashkë. Pa me rakë se dhe atër kur kemi qënë neve bashkë, ne dolëm në prajtë dhe se janë dhe duratë. Më mirë t'i dajtë kundra se sa të bëmë ortakja e Rogertit. Më ullë do që të bësh ortakja se sa t'i dajtë kundra që t'jojën. Nuk po bën lojën e saj që ka bërë në fillim. Duhet ta ignoron të këtë njeri. Kaq. Dhe po ashtu, prindrit tuaj, lërini aty ku janë, në shtëpitë e tyre, se nuk kanë futur ata në Big Brother, jeni futur ju. Dhe nuk kanë asnjë lloj taksirati me digju. E dëgjoni për ditë me absolutisht asnjë fjalë për jush. E dëgjoni për ditë asnjë sucume i thonë ora e normal, që duar trokiti me publiku. Të vjen tur, si e para. Si duar trokiti, ti di se ti bolla për mendje. Ti si se nëse po normal. Ti. Dhe ti dëmë të zhjen mbyllën lidhjen me shtëpinë. Ua sa mishë e ullët. Sa qef. Kristi, t'ka rënë veshët rehata, shi besoj, a? Si bën kollë, si jam mirë. Kristi ndërkohë është duke vdekur, duke ngrënë, thonjë, si shkova unë atje. Kërë do t'a marrë, këtë vitë, ka për më të të.